Filmi fillon që kurse unë isha dhe jam në kërkim të Erosit brenda fermës. Dhe, po, në qoftë se doni të kuptoni, duhet më lejoni të flasë, se s'kam çfarë t'ju bëj. Dhe kur patët prurjet e fundit, ishte shumë interesante se diagonalja që u ul, që ishte ky, që kam përballë Sorgini, kishte një të vetë ndjerë, më falni se tash do t'jemi sinqert, një të vetë ndjerë ndryshe. Pra ishte njëri që i përjeton të ndjenjat jo vetëm si rastësi, por kërkon të interpretim, do të diskutim, kemi bërë biseda bashkë, dhe ndërkohë gjitha kjo i ra në sy Lirit. Dhe ka bu një spektakël një natë me ne të tre, mua, Jakon edhe Ginin, që është, nuk e di si s'keni në i video këtu, që shpjegon të Jakës, Helenën e Trojës, se si krive në balkon. Po dakor, më t'i gëzosh gjithë, unë s'jam punër. Prit. Po, bëj një protagonizëm fantastik që unë mrekullova. Se që fa më bëj Erosi? Liri, nuk e di është gjunaf që s'dalin këto, po orët e vona të Erosit tim asnjëherë s'ka